Ashtu është fakt prit me interesim Tirana Dinamo, sepse gjithmonë derbët kanë interesin e tifozave të tyre, por më shumë ishte edhe sepse u bë kohë gjatë, për të mos thënë një vit, ndoshta edhe më shumë se një vit, që të dyja këto skuadra degdiseshin për ku të gjenin fusha për të lozur. Kanë shkuar dhe në Vlorë, kanë vajtë në Korçë, në Kukës, në Elbasan, kështu që ardhja në stadiumin e tyre, e quajtë të tyre sepse dikur ka qenë në stadiumin Dinamos, tash ishi Tiranës, dhe sot e kam bashkarisht. Të dy presidencat kanë rënë dakord që ti investojnë në atë stadium, paktën t'i bëjnë ndeshjet këtu për tifozat e tyre, sepse është me gjithmonë për të ardhur keq që një derbi kaq të rëndësishëm, se tre janë shkretat, të degdisën dhe të luajnë jashtë Tiranës. Aq më tepër kur pavarësisht nga pozicioni që mund të kenë këto skuadra në tabelën e klasifikimit, gjithmonë kanë prodhuar domethënë kurreshtje, kanë pasur kurreshtje, kanë prodhuar domethënë garë, ka pasur domethënë entuziazëm dhe pak a shumë kjo u vure edhe në ndeshjen e dieshme, pavarësisht se ishte shumë larg domethënë atyre që mendojmë se si kanë qenë dhe me çfarë entuziazmi janë pritur kjo ndeshje, domethënë ndeshja midis